Jam fermer, kam 20 kre lop. Tani, këto panele që kanë vendosur, ky bashkia që kemi ne që aty si emër nuk do zenë, se shtup të zemë, si emër atë lloj njeriu, se nuk i përshtatet një njerëzimi normal. Normal nuk i përshtatet aty, se ka ca virtyte që nuk i takojnë një burri. Ne kemi problem në qoftë se ziren kullotat e këtij fshati, neve pastaj edhe këto 10 familje që merremi me, që jemi fermerë, ne këto 10 familje të ngarkojmë dhe të shkojmë se këtu nuk rrihet me. Me këtë bashkia që kemi ne aty që po dëgjojmë televizorin, që ti jesh fermer, të kesh 20 kre lop, edhe të marrin edhe të dënojmë neve si partijak, se jam demokratun, edhe nuk më ka dalë emri me 20 kre lop, të më dalë emri për fituar subvencionin, kjo qeveri bën këto. Uno tani nuk më ka dalë emri dhe sot e kësaj dite, kush ka patur 1 lop, 2 lop, 3 lop, i kanë mbledhur, kanë bërë kope, i kanë bërë 10 që të përfitonin subvencionin, dhe i kanë marrë lekët, kurse unë sot e kësaj dite nuk marrë leka. Pse? Jam i djathtë. Unë i djathtë jam, gjakun e kam blu, makinën blu, nuk ndryshoj sa t'jem gjallë në mbi sipërfaqe të tokës. Çështjen e kullotave, ato ara atje i kemi të ndara, me raquen, i kemi të ndara, duan të na i marrin. T'i bëjnë bjellore, panele. Kemi dhe një pila që mban tërë fshatin me kullot. Duan na i marrin t'i bëjnë panele. Kur pilasin e kanë bërë me florikta. Sa ju dëmton në qoftë se ato bëjnë panele? Po u bën panele, këtu janë 3.000, 4.000 kokë bakti. 500, 600 kokë dhem. Ashtu lop. Ku do dhe i kjo kullot? Neve si fshat blejmë gramozin të terë me kullot. Mirë be arrin e zgjidhim, po dhimë ku do dhem? Ja këto po na bën kështu. Prandaj u lutemi shumë, merrni çfarë keni në dorë masa gjëra, të mos na i marrin. Ka diskutuar bashkia dhe tjerë, ne jemi si fshat mbaruar, neve t'i marrim, t'i shesim, edhe fëmijët t'i ndisim, edhe vetë i ikim, edhe të mbarojmë. Po unë kam lop, kam 20 lop kam. Bujqësi, blektori janë të lidhura me njëra tjetrën. Vëllezëri tim kanë me kope janë. Asë një lloj mënyre. Asë një lloj mënyre s'kemi ku dhejmë. Vetëm t'i marrim t'i shesim e t'i themi Ramës, u dhe mbarë. Edhe për këtë fshat. Ky fshat po proteston sepse po u ngritën panelet në këtë fshat, ky fshat ka mbarruar, ose to zhbehet fare, to ikin, siç kanë ikur, po megjithatë ne jemi një fshat që nuk kemi, domethënë, emigracion të ashtu, shumica janë këtu, jetojnë me djers, me bujqësi, me blektori, që ashtu, tani, kur është ndarë toka, me ligjin 7501, është mbledhur si fshat, një pjesë të tokave i ka lënë për kullot, sepse ishte, domethënë, mënyra e jetesës. Tani, edhe një tokë që është ndarë këtu me ligjin 7501, për shembull një pjesë kanë marrë aty, pemtore. Një pjesë kanë marrë andej, një pjesë kanë marrë këte. Tani ata gjoja sikur e kanë hequr nga ato. Megjithëse ky fshat nuk i ka marrë, është një fshat që është pa hipotekë, pa asnjë gjë. Domethënë neve na bëjnë ç'të duan sepse ne edhe në gjyq nuk e mbrojmë dot as tokën as shtëpinë, si kemi të hedhura. Qashtu. Tani këtu e kemi ngritur, domethënë që nga jo. Tani këtu tre qereku i baktive, domethënë ikën në mal ble. Domethënë kanë çik kapital, ata vën blen kullot. Ndërsa një pjesë që janë fukarë, s'kan lek, domethënë të mbajnë fëmijët e tyre, ata i mbajnë këtu, domethënë që ashtu. Tani po u zu dhe kjo, ata njerëz janë të mbarruar. Janë të varrosur. Këtë problem që keni ardhur juve, për neve është shumë i madh. Do thoni përse? Se neve kemi bakti shumë. Nuk kemi ku t'i shpjem. Beari t'i shpjem në Gramos, dimri tani i shpjem këtë poshtë. Unë kam nga 20 lop i mbaj këtu. Nuk i shpjem lartë. Se i kam priqumë. Tani, po u ben ato ku do vem neve? Na thoni juve ku do vem neve? Të shesim neve ato, të shitemi edhe vetë, e pastaj ku do vem?
Kështu, rregull. Pse po protestojmë neve sot? Unë si person kam 300 krejra aty. Jam taksa paguas i rregull të shtetit, për çdo gjë. Beharit paguaj 2 milion lek malin. Tashi, këto 5-6 muaj që dimrit, ku t'i shpiun baktit? Ja, ajo e shkullot e fshatit. Ku t'i shpiun, ku t'i qoj? Ka kullot tjetër? Kaq, kam për të thënë. Ku t'i qoj? Vetëm për t'i shes. Ti me atën ndërkohë Kaq. me të ardhurat, me ato nxjerrë nga familjen. Së bashku me Fidelin, si deputet i qarku të Korçës, kemi erdhur sot në mbështetje të protestës së këtyre banorëve, të cilët sot ngrejnë me të drejtë një shqetësim shumë të madh për ta. Janë banorë të një komuniteti të cilët merren kryesisht me bujqësi dhe me blegtori, dhe gjithë jetën e tyre ja u kanë përkushtuar pikërisht bujqësisë edhe blegtorisë. Sot ndodhen në një moment të vështirë, sepse Bashkia e Kolonjës ka vendosur që 3.5 hektar të kullotave që ata përdorin, t'ia jap privatit për të shfrytëzuar për panele fotovoltaike. Sot i bëj një thirrje Bashkisë së Kolonjës të marrë masat në mënyrë urgjente, për të ardhur dhe për të bashkëbiseduar me këta banorë, për të ulur dhe për të dëgjuar ata dhe problematikat e tyre, për arsye sepse ata gjithë jetën e tyre e kanë ndërtuar, e kanë të lidhur me bujqësinë dhe blegtorinë, dhe nëse në këto momente ju merren këto toka, këto kullota, ata nuk kanë se ku t'i çojnë bagtit e tyre dhe nuk kanë me se të ushqejnë dhe të mbajnë familjet e tyre. Çka do të thotë që në një moment të tillë dhe shumë të vështirë ata do të gjejnë rrugë të tjera për të larguar nga fshati. Prandaj edhe një herë i bëj thirrje Bashkisë së Kolonjës të vi të ulet me ta, të bashkëbisedoj me ta dhe të krijoj atyre mundësinë për të shfrytëzuar këto toka dhe jo privatit. Ka toka të tjera që kjo bashki mund të shfrytëzoj për të përdorur për fotovoltaikë, por këto toka nuk duhet ju merren këtyre banorëve sepse ata kanë të lidhur jetën e tyre, jetën e familjeve të tyre, ekonominë e familjeve të tyre pikërisht me këto kullota. Faleminderit.